Përshëndetje. Shumica e njerëzve më shkruajnë apo edhe komente kam pasur ku më thonë se Nazmijet e na spjegon vazhdimisht se si janë narcistët, mirë po asnjëherë nuk na tregon neve se çka duhet të bëjmë, si duhet të mbrohemi. Unë njëherë po dua që vazhdimisht të spjegoj natyrën dhe strukturën e narcizmit dhe do të gjej kohë që edhe pse aty nuk kam edhe shumë çka për të thënë për shkak se ju që i ndiqni në gjuhët e huaja video do ta shihni se në të gjitha videot pothuaja të gjithë çka do që shpjegojnë për nacizmin në fund edhe thonë se duhet të shkoni në no kontakt, duhet ta zvogloni nëse janë prindrit e juaj kontaktin, duhet të bëni gjithçka që të rrini sa më larg tyne dhe mirë po nga njëherë pothuaja është e pamundur. Mirë po unë e di vetë se edhe vetë jam njëra nga ato të cilat nacizmin e ka përjetuar vetën e lëkurën e vetë dhe njeriu nuk dëshiron asgjë më shumë se sa të gjendet një zgjidhje dhe të gjendet një formulë apo një çelës i cili do të zgjidhte problemet të cilat kanë njerëzit që janë në lidhje me narcistët. Mirë po, simbas të gjitha të dhënave që ekzistojnë kudo në botë, nuk ekziston një çelës, nuk ekziston një formulë. Bile para disa ditëve ishte një emision këtu në Gjermani ku ishte i ftuar një narcist i diagnostifikuar dhe ju bë një pyetje se çka mund të bëjnë viktimat apo njerëzit të cilët janë të nënshtruar apo nuk kanë një rrugë tjetër përveç se të jenë me juve. Përgjigjja e tij e parë ishte sa më larg neve për shkak se ne kemi një program, ne jetojmë në një iluzion krejt tjetër dhe bota jonë dallon prej botës së njerëzve normal të cilët duan dashuri, duan ngrohtësi, duan vëmendje. Mirë po, krejt në fund ai e spjegoi edhe një gjë dhe tha se nëse dikush këmbgul dhe mendon se patjetër don ta sfidoj veten të jetoj me një narcist apo edhe me një narciste, atëherë ai duhet të ketë disa gjëra parasysh. Për shembull, një ndër të gjitha në një ndër pikat më kryesore siç e spjegoi ai është që ta dish se ti nuk ke të bëjsh me një person i cili është i programuar në mënyrë normale. Ai e ka krijuar një program të vetin i cili atëherë i ka shërbyer për të mbijetuar, mirë po ai tani të dëmton ty dhe ai jeton në atë program që ai program nuk ka të bëj pothuaja me botën reale në të cilën jetojnë njerëzit. Së pari siç e tha ai është që njeriu duhet ta zgjedhë mënyrën se si komunikon me një narcist. Asnjëherë nuk duhet në qoftë se ti je duke biseduar për gjëra për shembull intelektuale siç bisedojnë njerëzit normal, politik apo ku ta di unë gjëra që nuk e prekun atë, ai është një bashkëbisedues shumë i mirë dhe mund të bisedoni. Mirë po sa po bie fjala për gjëra personale, për shembull, ku kërkohet përgjegjësi, ku kërkohet që të jetë edhe ai aktiv, për shembull, në zgjidhjen e problemeve apo duhet i zgjedhësh fjalët në asnjë mënyrë, në asnjë fjalë nuk duhet që të ketë fjalë aty fajësie, për shembull, ose ta bësh atë që të premtoj diçka, sepse narcistët bëjnë future faking, do të thotë premtime të rreme dhe ti vetë e detyron atë që të gënjej diçka që 100% nuk do ta mbaj. Një ndër pika tjera që është tek narcistët është që asnjëherë çka do që ata thonë mos e merr personale për shkak se ata më shumë flasin për vetveten e vet dhe në qoftë se ti sepse në realitet 90% e fjalëve të cilët ata për shembull ku ty të lëndojnë, ata e kanë me veten e vet, mirë po ti je vetëm një pasqyrë apo
që atyre ju ndihmon që fajin ta hedh diku tjetër që mos të ndihen vetë fajtor, pasi programi i tyre nuk lejon asnjëherë faj. Mos e pyet, mos i kërko përgjegjësi, mos e pyet se a më ke trahtuar apo ke qenë te një femër tjetër ose je duke shkrujtur me një femër tjetër, për shkak se narcistët nuk mund të jetojnë në monogami apo të kenë vetëm një partner, për shkak se atyre i duhen burime energjie, burime vëmendje, dhe një njeri është e pamundur që atyre t'ua plotësoj këtë gjë. Merre rolin e nënës, siç tha ai, për shkak se ati njeriu në kohën e duhur, në fëmirin, atëherë kur ai ka krijuar programin, i ka munguar mbështetja, i ka munguar njeriu që ai ati mund t'i besoj, merret atë dhe fal gjëra shkurt, mos akuzo, mos e detyro, siç thash, të premtoj, mos kërko nga ai, mos i fal në mënyrë urdhëruese, sepse ti mund ta qortosh, ti mund t'i thuash për shembull sikur një fëmiu që është 3 vjeçar dhe i thua ti ose 5 vjeçar mos ha kullore se të prishen dhëmbët. Ai sapo del te fqinja dhe nëse i jep dikush akullore ai do ta haj. Dhe kështu që ti mos ja bëj vetes atë stres, atë për shkak se nuk funksionon. Në qoftë se ti patjetër don që jetën të kalosh me një narcist apo edhe me një narciste, dije se përballë e ki programin, kur bëhet fjala për gjëra private, e ki programin e një fëmijë, një djali 5 vjeç ose një vajzë 5 vjeçare, ti duhet ta dish këtë vazhdimisht ta kesh në mend, se edhe hidhrohet. Dhe një ndër gjërat më të rëndësishme është që në qoftë se ti ke vendosur për atë lidhje, dije se dëshirat e tua, për shembull nëse fqinja jote ose shoqja jote shkon 4 herë në pushime, kanë jetë të lumtur, ti e sheh se si jetojnë njerëzit e tjerë, mos e krahaso, sepse ai nuk mund të bëj ato gjëra për ty. Mos prit dhurata asnjëherë. Dhuratat i ke marrë në fillim dhe tani narcistët e kanë një program të tillë që sapo e kanë personin me të cilin ata mendojnë ta kalojnë jetën ose me të cilin ata mendojnë se ai është aty për tërë jetën, ata nuk i bëjnë më dhurata, për shkak se nuk e ndjejnë obligim. Nëse duhet bërë dhurat, duhet bërë atij, se fundit ai është ai i cili duhet që të gëzohet ose duhet që të tjerët të mendojnë për ditëlindjen ose për që ai të ndihet mirë. Në realitet, narcistët grandioz, siç e thash edhe tek videot që i kam bërë më parë, ata e vazhdimisht e shprehin atë edhe para njerëzve se unë jam ai miri, unë jam ai bukuri, unë jam, dhe bëjnë këtë në mënyrë të pandërprerë. Do të thotë ai narcizmi klasik, mirë po që pothuaje që 25 vitet e fundit psikologjia ka arritur që ta identifikoj edhe këtë narcistin tjetër të fshehur, të cilin unë e thash më herët, i cili vepron krejt ndryshe dhe nuk mund ta dallosh, dhe nëse ti ke të bësh është pikërisht ai fëmiu i hidhëruar, ai fëmiu i lënduar, i cili në realitet me atë viktimizimin që e ka mësuar ose e ka përjetuar kur ka qenë i vogël ose e vogël ajo vazhdimisht luan tani e përdor si një favor që njerëzit siç e thash në videon e kaluar t'i bëj që ata të ndihen keq, sepse arma më e fortë e narcistëve të fshehur është ta mbjellin ndjenjen e fajit, ta mbjellin se fajtor janë të tjerët dhe secili mendon, thot po, shiqo, ky është gjëna, sa keq, sa kështu, sa ashtu. Mirë po, nëse ti jeton në një kohë të gjatë, ti e sheh se ajo është vetëm si një lloj karrimi,
sepse nuk ka aty asgjë për gjunah, nuk ka asgjë, sepse në brendësinë e vet ai ndihet madhështor dhe vazhdimisht të sfidon dhe sado që ti të jesh e lënduar, edhe pse paraqitet se është i ndjeshëm, ai asnjëherë nuk do të heqë dorën nga ato trikat, nga ato manipulimet, sado të vogla qofshin, sepse i duhen atij për ta ngritur vetveten. Dhe secila që e lë veten apo vendos për të jetuar deri në fund të jetës me një narcist të fshehur apo grandioz apo të hapur, që është pak më rrallë, sepse narcistës grandioz zakonisht ata i ndrojnë femrat dhe pothuajse është e pamundur që të jenë me një partner, mirë po ti nëse ke vendosur, atëherë dije dhe mos e lëndo veten për shkak se ti vet je ai shkaku që ti je me te, për shkak se ti ke vendosur dhe aty nuk ka mundësi asgjë të ndryshohet, përveç se ti mund ta shpëtosh veten duke i tërhequr gjithçka që pritshmëritë, ndjenjen e fajit në publik, duhet ta dish vazhdimisht se ti edhe duhet me patjetër pothuaja të përgatitesh që vazhdimisht ke për të sulmuar, ke për të kritikuar dhe merre këtë se ti vet ke vendosur që ta përballosh këtë, ta sfidosh veten për shkak se një narcist nuk mund të jetë fajtor, nuk mund ta merr fajin. Është natyra, është programi. Vetëm nëse është i detyruar ose gjërat vinë deri në atë pikë sa që ti nuk mund të dërosh, ndoshta ai do të provoj të bëj një zgjedhje, mirë po në realitet asnjëherë një narcist nuk mund të shkoj atje në fëmijërinë e vet dhe t'i bëj gjërat, t'i rregulloj dhe të heq dorë komplet nga programi. Ndoshta me vite, mas disa viteve, unë besoj shumë që ata nëse duan mund të reflektojnë dhe ta dinë se ata janë pak më ndryshe ose shumë më ndryshe, mirë po se sa janë të gatshëm të heqin dorë, kjo është vetëm në dorën e tyre, kurse në dorën tonë apo në dorën e juve që i ndiqni videot e mia është që ju vetë ta vendosni, a jeni të gatshme që për çdo gjë, për çdo dëshirë, për çdo të heqni dorë dhe për hir të dashurisë, për hir të fëmijëve, për hir të pasurisë, për hir të paragjykimeve, për hir të ku ta diun cila mund të jetë ajo arsyeja, thjesht mund të jetë personale sepse ju e doni atë mbi të gjitha. Dhe nëse ke vendosur, atëherë dije se ti vetë je ajo apo ai i cili i ka thënë po kësaj strukture, apo unë nuk mund ta quaj smundje sepse nuk është një smundje, por ti programi i cili është brenda personit që ti e don, apo më mirë të them ti i ke thënë po. Unë ju përshëndesje dhe ju uroj një ditë të mbarë.